Në lajme tjera është policia Kosovës, e cila ka bërë të ditur se njësit patrulluese në bashkëpunim me trupat e KFOR-it kanë gjetur 10 detonator ndezës me fitila në afërsi të fshatit Gënjezhdan në Leposaviq. Me njëherë pas raportimit, njësia e timeve ka dalë në vendin e ngjarjes. Po ashtu është kontaktuar prokurori i shtetit, i cili ka urdhëruar nisjen e procedurave hetimore në lidhje me rastin në fjalë. Raportohet se njësi nga KFOR-i dhe policia Kosovës kanë sjellë në stacion policor 10 detonator ndezës me fitila, të cilët kishin gjetur në afërsi të fshatit afër lumit. Njësia e timeve ka dalë në vendin e ngjarjes, po ashtu është kontaktuar prokurori i shtetit, i cili uzon që të iniciohet rasti si më lart. Rasti është në hetim nga njësitë kompetente, thuhet në raportin e policisë. Policia nuk ka dhënë detaje shtesë për origjinën e detonatorëve apo rreziqet të mundshme. Për këtë rast ka reaguar dhe ministri në detyri punëve të brendshme Xhelar Sveçlja, i cili ka shkruar se Serbia, siç thot ai, përmes bandave kriminale terroriste vazhdon ende të planifikojë ndërmarrësulme terroriste në Republikën e Kosovës.